Pyetjet e bëra nga deputeti Tedi Blushi. Pyetja e zotit Blushi përkaloj direkt të pyetja, si ka mundësi që 3 prokurorë që presupozohet të jetë elita e hetimit firmosin një urdhër arresti mbi një ligj të shfuqizuar. Prokurorët e prokurisë së posaçme kanë nxjerrë urdhrin e ekzekutimit në zbatim të vendimit të gjykatës dhe dispozitave procedurale penale, më konkretisht në 466 kodit procedurës penale, që normojnë që nxjerrjen e një urdhri ekzekutimi i masës të sigurimit. Tjetër pyetje, përse SPAK e shmangi qëllimisht BK-n, pra vetën nga operacioni kriminal dhe i la dorë të lirë policisë pa të show politik që ndodhi në rastin e arrestimit të zotit Meta, sepse policia e shtetit është përgjegjëse për ekzekutimin e masave të sigurimit. E thash edhe në përgjigjet e pyetjeve të mëparshme të bëra nga disa deputet. Lidhur me arrestimin e zotit Meta dhe një pyetje tjetër që bën zoti Blushi është përse zoti Dumani ja kaloi çështjen prokurisë së Tiranës, ku në fund të ditës policia abuzoi me një urdhër arrestimi të SPAK dhe jo të prokurisë së Tiranës. Bëhet fjalë për kallëzimin që u bë ndaj punonjësve të policisë që ekzekutuan masën e sigurimit, sepse është kompetencë lindore e prokurisë së jurisdiksionit të përgjithshëm, është taksative, e parashikuar qartë, që nuk mund ta hetojmë ne atë vepër penale, por as edhe subjektet e veprës së penale nuk janë subjekte të posaçme, të cilët janë në kompetencë të prokurisë së posaçme. A është hetuar dhe është marrë ndonjëherë në pyetje Edi Rama nga SPAK në kundërshtim me çdo ligj në fuqi me datë 7/12/2016 firmosi dhënien e bonusit për 8% të pikëve kompanisë Integrated Energy BV SHPK për procedurën e konkurimit për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës, por që në fakt kjo kompani nuk ekzistonte në momentin që kryeministri firmosi bonusin që e favorizonte në procedurën konkurruese. Patjetër edhe ky dokument ka qenë në pjesë e hetimit të prokurorëve të posaçëm në hetimin e çështjes penale të regjistruar në prokurinë e posaçme, gjatë hetimit të procedimit penal kryhet një hetim i gjithanshëm dhe objektiv, duke vendatuar fillimisht faktet penale dhe më tej përgjegjësinë penale të autorëve. Ashtu siç e kam thënë, e rëndësishme për prokurorët e posaçëm është prova dhe jo emrat që fshihen pas tij, qoftë edhe kryeministri i Republikës. A është pyetje tjetër, është hetuar dhe është marrë ndonjëherë në pyetje nga SPAK Erion Peliaj, kur është njohur botërisht prej kohësh firma e paligjshme e tij për miratimin e koncesionit 30 vjeçar të inceneratorit Fantazm të Tiranës me shpangje të vendimarrjes së Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe në shkelje të ligjit. Është fakt i njohur publik, po është marrë në pyetje dhe siç e thash edhe në përgjigje të pyetjes zonjës Tabaku, çështja është akoma në hetim dhe vazhdon të hetohet me qëllim evidentimin e përgjegjësisë penale të çdo personi të përfshirë në kundërligjshmërinë e dhënies së kësaj procedure koncesionare. Tjetër pyetje lidhur me çështjen me Gonigal, ajo çështje është një çështje në hetim paraprak dhe unë nuk mund të jap asnjë informacion apo asnjë të dhënë lidhur me të. Pyetjet e deputetit